nuk i njoh ato 16 faqe, nuk jam pjesë e atij grupi që i ka marrë ato dokumenta. Unë jam një deputet, një funksionar politik i Partisë Socialiste dhe di çfarë gjërash ka publike deri tani. Nuk kam asnjë informacion për gjërat jo publike, por ama publike është fakti që po hetohet në të 360 gradët e kësaj çështje, në të gjitha dimensionet e saj, janë thashësh po hetohet e gjithë ministria, funksionarët e ministrisë, bizneset të lidhura me këtë janë ashtu siç ju besoj keni ndjekur, janë publike, hetimet, kontrollet e banesave, jo vetëm të funksionarëve, po edhe të biznesit. Pra nuk kemi në asnjë rast, një rast të vetëm që të dëshmojmë atë që kemi bërë në të gjitha rastet në fakt, që dhe ju i përmendët, pengim të drejtësisë.